Përse mendon se publiku të shet ty xheloze ndaj Elionës? Nuk e di, Onida, sinqerisht, une gjelozin ndaj Elionës nuk kam as pak, për kundrazi, une shoh Eliona që ka ndaj meje, se une asnjëherë as nuk i lëshoj as një fjalë, as nuk merrem me ta. Zakonisht kam kunja për Elionës, une jo. Nuk e di pse e kam pa që kam gjelozin ndaj Elionës. Eliona, ti si mendon? Pse publiku e sheh në këtë mënyrë? Ndërkohë që Benita thot që ti nuk e strategji dhe fshihesh në hijen e Klodit dhe lundrimit nga ana tjetër. Atëherë, mas pari mendoj që publiku i sheh gjanat, edhe ashtu qyshe ku mdi unë realisht, e ushtru edhe pyetja nga publiku. Për ndryshë unë nuk mendoj as pak që jam në hijen e lundrimit edhe Klodit, rrim bashk, ama për qef, nuk është që bujmë ndonjë strategjia najsan, edhe për pjesën e lojes, që po thot Benita, unë nuk kam strategji, është shumë okej, po veç po du m'ja kujtu që unë jëmë kunaja që s'ka qitë jashtë vete. Asnjëherë, nëse ju e sheni që po më qitni prej vetës, nëse e rriti tonin, ajo nuk i bjanë që po dalë prej vetit e Eliona, ku mujt me t'i nxerë do fjallë shumë nëse dalë prej vetës i bjanë shumë ti ku nxerë disa fjallë shumë qëmtume, nëse ajo është vetvetja jote, okej, bravo. Zamër ti e nërhien e londrimit dhe Klodit, pranoj e përderisa rrim veç me ta, kur nuk jemi një debat me dikon tjetër shumë rrallë, kështu që jeni nërhien e Klodit edhe londrimit. Po për ndryshe kom respekt, po ty edhe nuk unë mendoj që kjo është arsyeja pse publiku mendon që ti më xhelozon.